nuk e bojnë, nuk e votojnë. A ka hyrë Kosova, sipas jush, Haliti, në një tampon zonë, një zonë kritike, ku shkelja kushtetutës të shihet si veprim dhe normal politik? Jo, nuk kisha me thonë që ka shkelje të kushtetutës në Kosovë. Bile në raport me vendet e regionit këtu, Kosova ka pas kujdes të madh që të mos shkelet kushtetuta. Por problemi është i mentalitetit politik, i bashkëpunimit politik dhe i krijimit të, s'po them komisioneve, po grupeve punuese për disa çështje cilat punojnë po ngarkesa partijake. Sepse menoj që sot për me kriju institucionet do duhej me ullë. Me gjerë interesat se cilit veta. Dhe Albin Kurti me qenë transparent, me shku me letër me thirrë sot Bedri Hamzën, me thonë apo ma qetë borë një kafe në zyrat e partijës tonë. Ose apo pim kafe dikun në një vend më të përshtatshëm. Nuk ekziston besimi, Haliti. Unë e kisha preferu që ajtë shkojnë në zyrat e Partisë Demokratike, ty takojnë edhe të tjerë, ta qënë një letër të qërë, kemi qdo ministri, i keni 1, 2, 3, 4, qa po thuni? Tani, ministrit edhe qeveria i ka 5-6 ministrit rëndësishme, ato tjerat nuk kanë ndonjë farë rëndësie të madhe, sepse përmes qeverisës ti krijon kushte dhe mundësi, pastaj me rrit edhe elektoratin tonë. Jo, a do t'i kishi besuar zotit Kurti, jo personalisht, se mban fjalën, jo. A do t'i kishi besuar? Shikon, na bojmë marrëveshje dhe na nënshkrujmë marrëveshjen. Dhe kush e shkel marrëveshjen, shkelja marrëveshjes ndikon automatikisht në prishjen e koalicionit. Jo personalisht duke njohur Kurtin, po është besimi i goditur, i shkundur, i cenuar në skenën politike. As kush tjetër tjetër nuk i beson. Besimi në politik gjithmonë është i lumtur. S'ka besë në politik, ka interesa. Po për ato interesa duhet të mbahet fjala, Haliti. Besa dhe bindja dhe mënyra e funksionimit të përbashkët duhet me qenë për interesat e mëdha të Kosovës, interesat e përgjithshme të Kosovës, me i diskutu dhe jo me ndëgju tulifar kapreqe që i thot vetit ministër, që flet në emër të Kosovës, edhe bën veprime në kundërshtim me çdo parim demokratik, edhe disa nga ata daullëgjit e tyne e proklamojnë si vendime heroike, kuda dhe da. Pra, po them, as ka nevoj me mbesu, as unë si besoj. Në këtë rast. Por, interesi i vendit është me kriju institucionet. Ullëm edhe diskutojmë, jo o merre kështu o le, jo. Qa kemi, qëfar qeverisi duam, a e ka ofertën, ti e ke ofertën tonë. E bisedojmë. Fund në nënshkruhet marrëveshja. E drejta e prishjes së koalicionit është e të dyja palëve në rrethonat 1, 2, 3, 4. Po di marrëveshje. Cila është historia e që ndan PDK me Kurtin në këto 2 vite? Na kemi, ekziston një armiqësi. Mirëbesimin nuk ekziston. Ja, ekziston një mirëbesim, por ekziston edhe armiqësi dhe mosdorim në raportet individ me individ. Kjo dihet, mos të llojem më shumë. Ekziston edhe një situatë
në cilën e ka sjell edhe PDK-ja edhe VV-ja, armiqësore, me deklarata, me kodën njëri tjetrit, me tash inteligjencën artificiale që përdorin, qesin gjithë shkat, qesin gjithë qysh, apo edhe ata qytetarët po kanë edhe po knoqen tuk qysh as i senësh, apo që ka thonë, që s'ka thonë, ata që zërin tanë ashtu si që ke pasë, po t'i prejnë ato, që ke thonë qesin gjonat që ty për një farmasit të kompromitojnë në raport me opinionin. Për këtë klim të dy palët thu kanë kontribu. Kush? Po. Edhe partia juaj. Shiko, të gjithë kundër të gjithë janë. Konë deri sot në këtë vorbullën, por demokracia ka këte. Unë po them, kom shku mas luftës, këtu ka qenë përfaqësia Britanisë Madhe, ka qenë David Slin, atëre përfaqësues, edhe e luta, tash ndihmona, që të bëhemi bashkë procesin e krijimit të institucioneve. Filloi të qesh edhe tha i dashur Xhavet, tha, në demokraci pa s'ka unitet. E tash na kemi dëshirë me qenë unë krejt me punu veç për Kosovën. Po fatkeqësisht që disa politikan në emën të Kosovës punojnë edhe për veti. Pa shumë për veti se për Kosovën. Dhe këtu fillojnë ato përplasjet pastaj. Demokracia ka edhe antagonizmin, ka ngjyrat, për mendimit për dhe kundër, por ju nuk po shihni vullnet të artikuluar politik qartë. Unë menoj që... Ma përmend një dallim nga ajo kohë e pas luftës me situatën e tashme. A ishin kontributor edhe miqtar ndërkombëtar për t'ulur polet ekstreme në rrethonat e kohës? Në kohën pas luftës, për shembull, krijimin e qeverisë parë, kuptohet që ndikimi ka qenë shumë i madh i miqve tonë, po them, i Amerikanëve, i KFOR-it, i UNMIK-ut, për shembull, se mas shpërndarjes së qeverisë përkohshme, ose 3 qeverive, që kanë qenë qeveria Bukoshi, qeveria Thaçi, qeveria e atij Serbit që konë kryetari i Këshillit Ekzekutiv, ka pas raporte dhe në një farë mënyrë në kuadër të veprimeve në Këshillin Tranzitor. Na kemi qenë përbërje të gjitha partitë e Kosovës, trupi gjerë ka qenë po. Edhe kanë qenë përfaqësues të kishës serbe, edhe ka qenë një organ këshillues, këshillimor, po që ka marrë vendime ka njëherë dhe ka bërë deklarata publike dhe kemi bërë analiza kryecilit të konë zoti Kushner, të konë edhe Rugova, edhe Qosja, edhe Thaçi. Këshilli përkohshëm administrativ të na ka qenë, ai tjetër. Pastaj u formu Këshilli përkohshëm administrativ si një farë mini qeverie, një farë ekzekutivi, i cili e kishte këtë këshillin tranzitor, pastaj... Mbrapa, po. Por, pas zgjedhjeve, pastaj ndryshun gjona. Emrat përveqem nuk u pranun me qenë kryeministra, u pranun Rugova, tani një fa kombinimi u po që... Po kompromisi u gjetë, Haliti. Të zgjidhej Bajram Rexhepi, kryeministër, i cili nuk ishte i kundërshtuar nga palët dhe nuk ishte palë ose person i cili ka kriju ndonjëherë tensione ose ka qenë i angazhuar politikisht, as ushtarakisht në variantin i cili nuk do t'i pëlqente dikujt, se ai ka shërbyer si mjek në UÇK, ka ndihmuar disa të plagosur dhe mendoj që u kalu në këtë variant. Herën tjetër, Ramushi, qatë përbëre që e kishte, LDK-ja, shkoj të Ibrahim Rugova, dhe tha, tu bom kryeministra, apo më banë. Edhe Rugova e tha, po, e boni Ramushin kryeministra. Pastaj, fillon ato
fushatat dhe betejat, të quajmë politike, cilat e sollën PDK-n pushtet, kështu që me çështjet të cilat e kanë problemet nuk pak njerëz e dinë. Se nuk është e lehtë, për shembull, me hyrë në koalicion me dikon, kur ai ka bo fushat shumë tegër dhe të ka denigruar dhe ty personalisht. Këto në politikë, po themo, lejohen, sepse të gjithë synojnë që por kanë edhe kostën e vetë. Figurat e fuqishme me i rëzu. Edhe ajo që është ma me rëndësi, njerëzit t'i falin gabimet, por njerëzit s'ta falin suksesin. Jo, s'ta falin suksesin. Kur je i sukses, shumë urresh. Që kombinimi është se ti, por... Një paralele po e tërheqim nga ato momente kritike të pas luftës, ku kompromisi nuk ka qenë lehtë pa ndërmjetësim ndërkombëtar. Dhe ashtu si vjoj procesi, ishte procesi i Vjenës, po ashtu që shtensionoi një raport të antagonizmit dhe të poleve ekstreme, dhe Shpallja e Pavarësisë ndani përvojën e bashkëpunimit edhe me parti Haliti, ndaj të cilave kishi derdhur poshtë përpijet edhe ju, edhe ata ndaj jush, gjithë arsenalin e kundërshtive të akuzav, dhe në një moment ishit bërë bashkë, dhe tani që 2 vite nuk po ndodhë kjo punë, mirëfilli. Kush po mungon këtu? Që s'po ndodhë kjo, sipas jush? Vullneti, veç vullneti. Një ndërmjetësim ndërkombëtar? Ja. Shikon, ne kemi ke shpërdor ndërmjetësimet. I kemi ke shpërdor dhe për cilën qëllim? Ndërkombëtarët e dinë atë punë, e dinë amerikanët. Nuk për tjerë është. Kur dikush ka qenë i papërshtatshëm për liderin, lideri ka mujtë i thotë amerikanët po thonë kështu. Po, amerikanët tani shkoti vërtetu, shkon në Washington vetë. Këtë ai keni thonë kryetarit tanë që s'bën me konë me ministër ose kryeministër ose. Po ke shumë informacione për proceset e... Tani po mungon presidenti si figurë unifikuese. Dhe ky president duhet me qenë presidenti i Kosovës dhe jo presidenti i familjes vetë. Ashtu do duhej. Tani. Dhe me qenë se mungon, me qenë se rregullat janë shkel, ne duhet me përvu këtë rast, por nuk këta interpretimin e ligjeve dhe kushtetutës e kanë sipas dëshirës tyne, që u bjen më mirë. Tani unë po çuditna dhe tek partitë opozitare. Ata thanë që bori fond, 30 ditëshe, duhet më shpallë zgjedhjet. Qa po dojmë me bisedu? Në qoftë se ke vendosë me shku në zgjedhje, atëherë ti s'ke nevojë me shku më në kuvend. Shkon Albinit ta zgjedh vetën atë me sejmente vetë, dhe ta zgjedh presidentin, kryeministrin, kryetarin e parlamentit, le t'i vendosë edhe ushtrinë edhe sfeqen rreth parlamentit, edhe le të thojnë që ku është. Por edhe s'po du, edhe po du. Nuk ka asnjë logjik me pretendu me vendos opozita primat mi opozitën. Nuk mundet. Në qoftë se opozita
gjenë mekanizmat bashkëpunimit, atëherë është okej. Po në qoftë se jo, me shku variantin, o kështu që po themi ne o zban, atëherë duhet me u tërhe, s'po them me dhonë tërheqje deputet, po mos me shku në sallë, me bo bojkot. Mi dhenë mandatët të. Mi djeg, jo. Ajë se ti s'munësh mi djeg. E djeg se afati kohor është i përshkruar në kushtetut sa ki afati me i zjedh institucionet. Por e meta me modha është që s'është kryetari kuvendit i zjedh.